Dje në orën 13:30 në Tetov, zyrtar policor kanë privuar nga liria një 47 vjeçar nga Tetova. Paraprakisht në orën 12:40 në stacionin policor të Tetovës, baba i tij, 76 vjeçar, ka denoncuar se për një periudhë të gjatë kohore, ai dhe bashkëshortja e tij janë viktima të dhunës në familje nga ana e djalit të tyre. Sipas denoncimit, 47 vjeçari në gjendje të dehur, çdo ditë ka thyer sende në shtëpi dhe ka drejtuar kërcënime serioze për jetën e tyre. Pas privimit nga liria, tek ai janë matur 2.14 promil alkool në gjak dhe ai është ndaluar në stacionin policor për procedurë të mëtejshme, ndërsa pas dokumentimit të rastit do dorëzohet kallëzimi përkatës. Dje në orën 15:30 në një fshat të Gosivarit, zyrtar policor kanë privuar nga liria një 27 vjeçar, i cili ishte denoncuar nga ish-partnerja e tij jashtëmartesore, se pasi ajo kishte ndërprer lidhjen, ai kishte shkuar para shtëpisë së prindërve të saj me automjetin e udhëtarëve BMW dhe u kishte drejtuar kërcënime serioze për jetën. Dje në orën 15:40 në stacionin policor në Tetov, një 30 vjeçar nga Tetova ka denoncuar se në rrugën Ilinden, derisa po lëvizte me bashkëshorten e tij, është sulmuar fizikisht nga vëllai i tij 26 vjeçar. Pas dokumentimit të plotë të ngjarjes, do dorëzohet para shtresë përkatëse. Dje në orën 16:30 në rrugën rajonale Tetov-Jazhinc, në fshatin të Ars, zyrtar policor nga stacioni policor për siguri në trafikun rrugor Tetov kanë privuar nga liria një 69 vjeçar nga i njëjti fshat. Ai po drejtonte automjetin BMW me shpejtësi prej 114 km në orë, në një vend ku kufizimi i shpejtësisë është 50 km në orë. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje në orën 14:55 në sektorin për punë të brendshme Tetov është denoncuar se në spitalin klinik të Tetovës është pranuar një fëmijë 10 vjeçar, i cili sipas denoncimit kishte pirë një sasi të madhe ilaçesh. Është njoftuar prokurori publik dhe qendra për punë sociale dhe po ndërmerren masa për zbardhjen e rastit. Dje zyrtar policor kanë privuar nga liria një 49 vjeçar nga një fshat i komunës së Bërbenicës, pas denoncimit nga bashkëshortja e tij me të cilën janë në procedurë divorci. Ai kishte drejtuar kërcënime për jetën. Sot pas mesnate rreth orës 1:30 në stacionin policor të Tetovës, një 31 vjeçare nga Tetova ka denoncuar se është sulmuar fizikisht nga vëllai i saj 26 vjeçar në afërsi të qendrës rekreative Banishtë. Ai është privuar nga liria, ndërsa gjatë kontrollit tek ai është gjetur marihuanë. Dje në orën 15:10 në stadiumin e futbollit në fshatin të Arc, në ndeshjen midis ekipeve KF të Arca dhe fshati të Arc dhe KF Dardania nga fshati Neproshten, zyrtar policor të njësisë policore të Arcës kanë arrestuar një 27 vjeçar nga fshati të Arc, i cili është sjellë në mënyrë agresive dhe në disa raste ka tentuar të sulmojë fizikisht lojtarët të ekipit mysafir. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje në orën 19:15 zyrtar policor nga stacioni policor për mbikëqyrje kufitare Rogaçev kanë privuar nga liria një 47 vjeçar nga Tetova. Gjatë kontrollit tek ai është gjetur dhe konfiskuar një lëndë pluhur me ngjyrë kafe. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të vijojë para shtresë përkatëse. Sot në mëngjes në orën 2:45, zyrtar policor nga stacioni policor për mbikëqyrje kufitare Kodra e Diellit kanë privuar nga liria personin 24 vjeçar nga fshati Poroj. Gjatë kontrollit tek ai është gjetur dhe konfiskuar marihuanë.